A ka luksin sot Shqipëria, a ka luksin sot 61 bashkitë në këtë krizë të burimeve njerëzore, ku studentët, mjekët, inxhinierët, IT-t, ekonomistët apo juristët, në momentin që morin diplomën, largohen jashtë vendit. Dhe ti ke luksin ti largosh. Hiq njërin merr tjetrin. Hiq demokrat merr socialist. Merr patronazhist, merr aktivist. Hiq socialist merr demokrat aty ku ndodh në palën tjetër. Po pse kështu ndërtohet administrata e shtetit me nepotizëm? Po këtu duhet kemi një karrierë, legjislacioni për sa këto fare qartë, qoftë kodi punës në rastin më thjesht, qoftë ligji për shërbimin civil. Pun kanë administrata të ndrohet sa herë ndrohet kryetari bashkisë. Edhe në bashkitë janë ndruar kryetar brenda një force politike, bëhen avokata të tilla. Ato i largojnë nga puna, gjykata i rikthen në punë, dhe kur i rikthen në punë ato si morin prapë gjykata i detyron të paguajnë për një vend pune 1, 2 apo 3 punonjës.